dua ta nis me një çështje që Partia Demokratike e ka denoncuar pardje. Bëhet fjalë për procesin zgjedhor. Ka denoncuar një VKM e cila sipas Partisë Demokratike ka dhënë leje për mbjellje kanabisit të ligjshëm në një sipërfaqe prej 29.000 hektarësh, nga vetëm 200 hektarë që caktohet me ligj për kanabisin mjekësor, duke, po themi, denoncuar kanabizim masiv të vendit. Tani, opozita thotë që këto leje janë dhënë për qëllime elektorale. Cila është analiza juaj? Opozita nuk ka gojë të flasi. Zotriu jam nga golemi Gjirokastrës. Opozitës duhet i themi harruat Lazaratin që nuk kaloje do të poshtë nga Gjirokastra deri në Dervician, sepse Qelbej era hashash në të gjithë rrugën, në gjithë gjatësinë e rrugës, e harruat që Lazaratasit e hapnin atë kanabisin dhe e thanin në për muret e avlive të shtëpisë tjera. Berisha ishte kryeministër. Berisha ishte edhe president. I harruat këto, nuk keni gojë të flisni ju. Pse nuk e thoni të vërtetën që jeni një palë, jeni një pjesë, jeni një trup me komuniste e tjerë. Ju jeni, e di që ju opozitartë, ju jeni një parti pa ideologji. Dhe prandaj u bë dhe kashte koqe dhe u shpërbët edhe u ndat edhe u coptuat në partit tjera. Pse nuk coptohen komuniste e Diramës? Pra, nuk them se keni gabim që keni kritikuar atë... A ka një projekt për sërish për një kanabizim masiv, po them në analizën? Pa tjetër. Shiko, vetëm është bërë de jure, se de facto ka qenë kështu gjatë gjithë kohës. Vetëm i dhënë fuqia ligjore që tani mos vej më polici me frikë të shoqëroj ato furgonat e punëtorëve që punonin për në Ashash. Gjatë gjithë lumit të Vlorës, gjatë gjithë lumejve që janë Bënç, Lumikardhiq, Vjos, gjithandej që ku kishte ujë që mbillej ai Ashashi. Tani thjesht e kanë ligjëruar, s'kanë bërë gjë tjetër. Është ligjëruar, është bërë me ligj? E kanë bërë, kanë thënë, dhe ku është problemi tjetër? Problemi tjetër është që nuk mbyllet për qëllime shëndetësore, si që thonë. Po që thotë kjo, po? Por i zbën etiketa për qëllime shëndetësore dhe do shitet si që është shitur derim sot. Për mua, po që se do lejohej. Kur t'i jepen këto leje? Në kuptimin, në base të emrave konkret, nuk i kemi dhe nuk i dim, por si profile njerëzish, kush mendoni se përfton nga këto leje të kanabizimit për qëllime mjekësore, sipas ligjit, po themi. Por sipas denoncimit të opozitës, 29.000 hektar kanabizim masiv, sipas opozitës. Po. Do përfitojnë klientelistët e kryeministrit dhe të ministrit të brendshëm. Ata që vazhdimisht e kanë mbjell dhe vazhdojnë ta mbjellin, ata që i shoqëronte dhe i shoqëron policia në çdo hap dhe në çdo veprim që bëjnë, sepse deri më sot Ashashi që ka qarkulluar dhe qarkullon nuk është ndaluar ndonjëherë. Pse gënjejnë veten me dhe pse gënjejnë televizionet që thonë po bëhet luftë për të hequr mbjelljen e Ashashit apo për të ndaluar tregtinë e Ashashit. S'është ndaluar asnjëherë. As heroina nuk është ndaluar, as kokaina nuk është ndaluar. Se do na thot kryeministri kur e merr kokainën nga kush e merr, ku e gjen? Se e pam në zyrën e tij që pëlliste dhe i binte tavolinës me pëllëmb. Pra, se është anormal. Është një anormal i vënë në krye prej disa anormalëve të tjerë që janë të tërë një lloj si ai dhe Shqipëria ka ngelur dithallit. Pra, vetëm ata që kanë miqësi ose kanë hyrje, kanë të drejtë që të jenë antarë dhe patronazistë të Partisë Socialiste në pushtet, ata do merren me Ashash, nuk do merren njerëz të tjerë. Se të tjerëve u priten këmbët. Nuk është një projekt që të... Absolutisht, jo, që ta bëj kushdo i thuat jo. Që ta bëj kushdo sipas ligjit. Nuk e bën dot, absolutisht, cili do ta bëj do t'i thonë, jo, Ashashi ky po është në ai që s'është mjekësor dhe do ta eliminojnë. Pra, gjithë lufta bëhet për treg. Midis grupeve qendje. Zoti Islami, tash ju e hapët me Berishën dhe unë këtu dua ta kaloj. Tani si e shihni procesin gjyqësor ndaj Berishës? Para pak ditësh u caktua
edhe trupa gjykuese që do të marrë çështjen e tij, dosjen Partizani. Kujtojmë këtu për publikun, është gjyqtare relatore Elsa Ulliri dhe antar të tjerë të trupit gjykues Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Tani, si e mendoni ju? A do të dënohet Berisha? Një tragikomendi. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që tallen me qytetarët, të thonë do ta dënojmë, do ta bëjmë, nuk e dënojnë Berishën ata. Sepse Berisha i ka nxjerrë gjyqtare dhe prokuror. Nuk e kam nxjerrë unë. Ata e kanë detyrime karshi Berishës, karshi Ramës, karshi komplet nomenklaturës politike që i ka vënë krye. Prandaj të thash në fillim dhe të korrigjova në fjalën tënde, në prologun tënd, të thash jo drejtësi e re, s'është e vërtet. Është drejtësia që ka qenë, drejtësia komuniste, drejtësia e terroristëve komunistë që e filluan me terror në 44 dhe po e vazhdojnë me terroristë dhe sot e kësaj dite, terroristë të futur në drejtësi, në polici, në ushtri, në qeveri, në pushtetin vendor, gjithandej. Pra ne po na qeverisin terroristët e kuq. Qartë, pra zoti Berisha nuk mendoni që do të dënohet. Po ama zoti Meta është dhe ai gjithashtu në gjykim, por është dhe në mas sigurie. Pra është në burg dhe ai është ish president, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi. Tani Meta nuk ka aq karrierë të gjatë politike në spionazh sa ka Berisha. Jo, e kuptoj këtë që po thoni, por gjithsesi një personazh shumë i fuqishëm politik. Pra që mund të na lënë të kuptojmë që ndoshta diçka e tillë mund ndodhi edhe me. Po prandaj vim tek fjala që thash është drejtësia e re drejtësia e vjetër me kostum të ri, sepse dallimet i bëjnë në bazë të parave që marrin. Kush i paguan dhe sa i paguan. Berisha e ka prishur politikën dhe qëndrimin e tij, marrëdhëniet e tij me ata që sollën në pushtet që në 91. Me amerikanët. Patjetër. Sigurisht. Dhe amerikanët janë të vonuar me Berishën, për mua. Berisha duhej eliminuar nga pushteti që në 96-ën që bëri ato zgjedhje të turpshme. Unë jam i djathtë, unë nuk jam i majt, unë jam antikomunist, por zgjedhje të tilla si ato mos pafsha më. Të 96. Të maj të 96-ës, që në thjesht një krim i bërë, i organizuar dhe udhëhequr direkt nga shteti, nga Ministria e Brendshme dhe nga strukturat në falangat e Sali Berishës. Po njerëz të afërt të Berishës, bashkëpunëtor politik të Berishës, a do të preken, po themi, nga këto veprime të drejtësisë? Të gjithë duhet të preken se të gjithë janë dikush nga opozita do duhet që ta, po themi, të marrë barën e kësaj gjëje. Janë të gjithë bashkëfajtorë, zotëri, duke filluar nga Tritan Shehu, pronari firmës Shqiponja që dërgonte shiste naft në Jugosllavinë asaj kohe, në Serbi më sakt, dhe me atë naft tanket e Miloševićit vrisin burrat dhe gratë dhe djemtë dhe fëmijët e Kosovës, digjinin fshatrat e Kosovës. Janë bashkëfajtorë, zotëri, janë shumë ata, nuk i njoh nga afër të tërë, nisem vetëm nga veprimtaria e tyre dhe nga çfarë kanë bërë deri më sot. Pra, të gjithë duhet shkojnë brenda, pa përjashtim, të gjithë, pa përjashtim këta që kanë qenë në drejtim të shtetit dhe kush ka marrë pjesë në qeverinë shqiptare që nga 91 deri më sot, që kanë qenë ministra dhe kryeministra, të tërë duhet shkojnë në burg dhe t'japin llogari për krimet që kanë bërë këtij populli. Krimet na e kanë bërë neve ata, zotëri. Mua dhe ty dhe gjithë qytetarëve të thjeshtë. E kanë katandisur Shqipërinë, e zhveshën, e robëruan, e shkretuan nga njerëzit, i detyruan njerëzit që të ikin jashtë vendit, nuk kthyen pronat. Ky që shoh atje në ekran, Sali Berisha, që pretendoi se ishte i djathtë, të më thot dikush çfarë vepre bëri ose çfarë politike të djathtë realizoi në Shqipëri, se që kryeministër. Pronat jo, ligjin 7501 jo. Të përdjekurit politik, jo. Çfarë bëri atëre? Mbajti pushtetin dhe vodi për vete sa deshi. Po t'i lanë ore Sali Berisha, haj e të bëfshin mirë. Por nuk besoj se do t'i lanë, sepse në fundit Amerika ka dhe burrat tjerë që i dalin zotë këtij vendi dhe po i dalin. Dhe këtë e shohim për ditë. Qofte edhe nga ky televizion ka folur shqiptaro amerikani dhe tha se çfarë do bëhet në Shqipëri. Ti, zoti Berisha, e ke vendin atje ku je,
Mundët të tolerojnë se je burri vjetër, 81 vjeç, por ti je më enver se enveri në koncepte dhe në ideologjinë tënde. Ti pret që të vdesësh në karrike si që vdikje enveri. Jo, zotëri, ti do shkosh në burg, se ke bërë krime të jashtëzakonshme dhe ke bërë dëme të mëdha këtij populli që nuk i shlyen dot me 100 vjet burg sikur të bësh. Megjithatë, zotëri, i dhem shumë hapësirë. Tani të kthehemi tek një çështje e rëndësishme. Ju e thatë zoti Islami, përmendët zgjedhjet e 96-s. Pyetja ime është, po zgjedhjet e 11 majit, si i shihni me rezultatin, me pjesëmarrjen, me gjithçka ndodhi? Ato ishin të organizuara, planifikuara dhe ishin marrëveshme, i fjalë ishin bërë zgjedhje para se shkonin qytetarët në votime, se zgjedhje nuk u bën. Po, nuk ishin zgjedhje. Jo, fare gjikundi, hiç. Që do të thotë që, domethënë si ta kuptoj këtë marrëveshjen që ju po thoni? Marrëveshja është Sali Berisha, Edvin Rama, do marrësh kaq ti, kaq unë. Me qëllim, sepse Edi Rama ka qëllime të mëdha dhe ka objektiva më të mëdha se sa ato që mendojnë shqiptarët. Edi Rama në atë rendin e masonëve ka numrin 33, do të thënë ka shkallën më të lartë. Dhe Edi Rama se ishte premtuar nga masonët dhe nga Illuminati që do rrinë pushtet deri në vitin 2030. Përpasoj, ky urdhër i dhënë Berisha, si kanë thënë mos fol, do marrë kaq Edi Rama dhe do vazhdoj të jetë kryeminist. Pra, zoti Islami, nuk ka shanse që ndonjë fuqi e jashtme madhore të ndryshojë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Po them Washingtoni konkretisht. Washingtoni deri tani, jo, dale, nuk është kështu. Që ta kuptoj, po. Ja, ta them unë. Washingtoni deri tani nuk i ka njohur këto zgjedhje dhe unë nuk pres si ti njofi. Po njohu këto zgjedhje Washingtoni, atëherë unë po e deklaroj publikisht, kur mos ja pafshabojnë Washingtonit, Amerikës edhe dreqit e Tbirit. Po njohu këto zgjedhje. Okej. Këto nuk ishin zgjedhje. Këto ishin një terror i jashtëzakonshëm për të mbajtur në pushtet një grup të strukturuar kriminal që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Në fakt, është një grup strukturuar më i gjerë kriminal që ka brenda partinë të famshme, Parti Demokratike dhe Parti Socialiste, që në fakt është komplet Partia Komuniste e Shqipërisë e dal nga viti 44, nga 29 nëntori, 44 që pushtuan Shqipërinë komunistët dhe deri më sot. Ata janë. Nuk ka demokraci, nuk ka liri, nuk ka zgjedhje, pa u qëruar këto të dy forca politike nga skena politike shqiptare. Që unë ta kuptoj, pra marrëveshja që ju po thoni midis dy liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është që njëri do të qëndrojë kryeministër dhe tjetri nuk do të jap dorëheqjen nga opozita. Absolutisht, do rrinë të dy aty ku janë, se në pushtet ishte Salihu. Pra nuk do ta jap dorëheqjen. Jo, dorëheqjes jep ai. Nenit Basha. Po nuk jep dorëheqje ai. Qartë. Ai nuk e njeh humbjen, ai thot mi vodhën. Po nuk e turp që thua mi vodhën, kush i vodhi më? Zoti Islami, a mendojnë që zoti Berisha në fakt është opozita më e fortë në Shqipëri? Fare, s'është fare opozit, jo, zotri, jo, të lutem. Mos e fyje fjalën konceptin opozit me ta shtuqojturit opozitar që ka Shqipëria. Më thuaj cili është veprim opozitar që kanë bërë. Në 21 prill 2008, me rastin e ditëlindjes së Leninit, nuk ka rastësia jo datë, Sali Berisha vajti bëri marrëveshje me Edi Ramën. Pse? Sali Berisha ishte kryeministër. Nuk e dia ditëlindjen e Leninit. Vetëm ato të Stalinit di 21 dhjetorin. Lenini ka 21 prill 2008. Pra, pse vajti edhe bëri atë marrëveshje Salihu me Edi Ramën? Çe detyroi? Kush e detyroi? Për kodin zgjedhor. Për kodin zgjedhor, për ndryshimin kushtetuese, për amendamentet kushtetuese që kushtuan. Dhe e bën Shqipërinë diktaturë që sot vend shqiptar dhe thot Salihu, do votoni ju për një 5-6 që mbeten jashtë listës, se këta të 40 që kam unë brenda në listë kam të garantuar, do votojnë këta, do dalin. Në fakt, Partia Demokratike për hir të së vërtetës ka fituar diku rreth 10 deputet mbi listën e sigurt. Ndërkohë që 40 janë në listën e sigurt, vetëm diku rreth 10 janë në listat hapura. More është marrëveshja që ka bërë me Edi Ramën, nuk i japin më shumë ata. Janë bërë tavolinë zgjedhjet, më vjen keq, mos mendoni se ai rezultati ka dalë nga zgjedhjet. Janë mungojnë diku se sot pash që mungojnë 1800 lista zgjedhjesh, ku kanë shkuar. Pra, janë bërë me kohë, janë planifikuar me kohë, janë ndarë me kohë, prandaj nuk u ndin. Po pat njeri nga Partia Demokratike dilte në fushat? Asnjë.
Pse s'dolën në fushat shpatën? Nuk bën fushat. Thjesht edhe ajo fushat që është bërë vetëm nga këta që ishin jashtë listës, që haheshin me njëri tjetrin dhe po hahen për turp të tyre. Tani, ka turp më të madhe dhe tradhti më të madhe se sa kjo që bëri ditë të fundit Sali Berisha, që nuk i lejoi 4 deputet të tij në marrëveshje me Edi Rama nuk i pranuan të bënin ankesën për numërimin e kutive. Ka turp më të madh, ka tradhti më të hapur. Ore, çfarë duan këta demokratë? Më të kërkoni më nga ky njeri, more. Do t'i thirrni mënes apo s'do t'i thirrni mendjes? Ju e shikoni që ai po tallet me ju. Ai kërkon të ruaj parat dhe pronat e tij. Kaq, pra atë punon e lufton ai, nuk lufton për ju. Ka 30 vjet që bën zgjedhje, më vodhë thot, mi vodhën. Si t'i vodhën? Po t'i çruan. Qartë, zoti Islami. Do kaloj tek një pyetje tjetër që besoj ju e keni shumë qef. Drejtësia e re tha shumë, po ju tha drejtësia si e tha dhe njëherë drejtësia e vjetër me kostum të ri. Drejtësia e vjetër me kostum të ri. Pyetja ime është kjo. Në vijim të këtyre operacioneve që janë paraqitur në media ditët e fundit, operacioni Ura, dje ishte operacioni me finlandezët, pritjet e arrestimeve. Tashi, çfarë pritshmërish duhet kemi ne si qytetarë shqiptar për arrestimet gjatë verës, në kuadër të vendosjes drejtësisë, jo se kemi qef arrestime në vetvete, por sa i takon vendosjes së drejtësisë, gjurmimit të krimit zgjedhor. Kjo do bëhet vetëm dhe korrupsionit. Kjo mund të bëhet vetëm me lejen e kryeministrit, me asnjë tjetër. Pa dhënë leje kryeministrit dhe pa thënë okej dhe Sali Berisha, nuk bëhet asnjë. Tani, kur themi drejtësia e vjetër, se unë këtë koncept duhet ta sqaroj çik për qytetarët shqiptar. Zotëri qytetar, nuk është drejtësia e re. Drejtësia e re do të thotë që të vendosen njerëz të rinj. Më thoni në cilën gjykat, në cilin rreth janë vendosur emra të panjollosur dhe të papërzierme. Ata kanë kaluar vetingun, supozohet. Vetingu... Këta njerëz kemi ne kur i gjejmë të tjerët. Po mirë, a mund ta bëjnë vetingun persona që s'kan kaluar vetë në veting? Se Linda Balluku, zëvendës kryeministre, e motra në veting. Pra, shqiptarët duhet i hapin syt, se nuk i dinë marrëdhëniet e tyre. Është një pushtet nepotik i mirë organizuar, kriminal, nga Sali Berisha dhe nga opozita që e mbështet dhe nuk u ndje fare. Pse nuk u ndje opozita për personat që u futën në veting, pa u kontrolluar sa pasuri kanë, ku i kanë, si i kanë, tek i kanë. Jo, absolutisht jo. Lere këtë, por më të mërshmja, më pa fytyra, edhe diplomacisë perëndimore. Unë do t'i denoncoj këtu. Pse ju, zotrinj, partnerët tanë perëndimor, nuk u ndihet që Shqipëria ndë një 3 vjet pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë të lartë? A ka vend të botës që të mos funksionojnë këto 2 gjykata? Qa drejtësi e re është kjo? Më thuaj, se unë mbas e s'di, por që të lësh shtetin pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë, dhe ti, aleati ynë perëndimor, mban marrëdhënie me këtë pushtet që pushon, heq drejtësinë, heq organet e drejtësisë, i pushon nga puna, ose i ndalon të punojnë, atëre, përse, që marrëdhënie ke me këtë pushtet? Na thuaj, se ne nuk e kuptojmë si ishte e mundur që të mos jetë gjykatë kushtetuese, të mos funksionoj gjykata kushtetuese për 3 vjet, mos funksionoj gjykata e lartë për 3 vjet, dosjet e shqiptarëve janë bërë sa malidajtit në përzyra, gjyqet nuk po bën, drejtësi harroje që mund t'i jepet, harroje drejtësia vetëm blihet tani, blihet drejtësia zotëri, me përjashtim të ndonjë rasti kur vete në një kokë krisur si unë, që zihet dhe debaton me gjyqtarët e prokurorët, dhe që nxjerr të drejtën deri në fund. Se përfundimisht do të vetëm një rast. Kam rastin e asaj vajzës që vranë në Bosh në 2019. Jo më larg se dje, unë kërkova të vinte në gjykat ish prokurori i Sarandës. Sepse e zbulova 100% që vajza është vrarë dhe pastaj është hedhur në ujë dhe nuk është mbytur nga aksidenti. E vërtetova me dëshmit, me dyshimit që kisha unë dhe me fotografinë e vajzës që duket mbytja në qafë. Pra,
për prokurorinë e Sarandës, ish prokurorin Lorenz Mërkuri dhe gjyqtarët e tjera, bëri aksident vajza se kishte ajo makinën hajtë mirëpafshme me i vën kapakun. Jo, zotëri, nuk është kështu. Pra, nuk ka drejtësi. Drejtësia blihet edhe shitet. E shet ai që jep vendimin, e blen ai që merr vendimin. A blihen dhe arrestimet? Urdhë? A do të blihen dhe arrestimet e larta? Deri tani janë blerë, dhe mendoj që, dëgjoj, ka një mundësi. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë seriozisht këtë që po thot dhe misionari i dërguar i Amerikës këtu në Shqipëri. Qoftë do ta marrin seriozisht, qoftë do ngulin këmbë në ato që thonë, vërtet mund të bëhet drejtësi. Por prapë se prapë, ata që do bëjnë drejtësi, o do ta bëjnë nga që do të vejë shkopin kokë, ose do ta bëjnë nga që do ruajnë karriken. Sepse deri më sot ne kemi me 10 djemë dhe vajza shqiptare që kanë mbaruar për drejtësi në vendet e perëndimit dhe asnjëri nuk futet në sistemin gjyqësor shqiptar. Futen vetëm njerëzit që kanë të bëjnë me nomenklaturën komuniste deri tani. Zoti Slavi, mi që jemi të Amerika, cila mendon se është, me thep diçka në lidhje me zgjedhjet, cila mendon se është marrëdhënia midis administratës Trump dhe qeverisë Rama? Pyetja ime është kjo. A e ka rregulluar siç thuhet Rama me dhëndrin e Trumpit, apo e ka rregulluar Partia Demokratike me Continental Strategies, me ato 6 milionë euro të lobimit? Kush e ka rregulluar me Trumpin? Këta apo ata? Asnjëri. Asnjëri? Asnjëri. Se të dy po përpiqen? Asnjëri. Edi Rama, jo më larg se dje u deklarua nga kjo studio, që Edi Rama është dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 6 vjet. Është kështu? Po. Ashtu dhe. Sali Berisha po e ka në gratën. Thjesht flasin dhe bëjnë propagandë për të mbajtur rreth vetes tyre njerëzit antarët e partive të tyre dhe për të gënjur qytetarin e thjesht i cili i ka syt në televizion dhe ato që thot televizioni, ato beson. Nuk shkon dot më tutje, sepse nuk ka kush t'ia bëj, nuk ka kush t'ua bëj autopsin këtyre dy partive që janë një parti e punës së Shqipërisë, ose Partia Komuniste Shqiptare, se atë po bëjnë, dhe atë lloj drejtësie kanë vënë. Atë drejtësi që kishin 46, 47, 50, që ishin Kovacët dhe Samargjit e Korçës, të Vlorës, çoban të Vlorës, dhe bënin drejtësi, jo zotëri. Drejtësin e kanë po ata, s'ka ndryshuar gjë, s'ka drejtësi të re, se do vete prapë të drejtësi e re që më the. Nuk ka drejtësi të re. Janë po ata, janë po ajo shkollë. Kanë vënë dhe një stërkëmbësh të madh që për të marrë pjesë sistemin e drejtësisë duhet të bësh atë shkollën e magjistraturës. Çfarë më bëjnë në shkollën e magjistraturës? Mund të ma thot dikush? Po la them unë. Mësimet e partisë. Thjesht marksizmi, s'ka gjë, se drejtësia një është. Atë që ke bërë fakultet, atë të thonë atje se shkencë nuk bën drejtësia. Shkencë nuk bën. Mund të diskutojmë mbi bazën e eksperiencës përditshme, të përmuajshme, të rasteve, të kazuseve, gjërave. Po, mund ta pasurosh, por shkencë nuk bën. Pra, të tëra këto janë për të mbajtur dhe për të ruajtur drejtësinë në dorë të ekzekutivit. Qartë. Ekzekutivi, historikisht, në gjithë botën, asnjëherë nuk e lëshon drejtësinë nga duart e tij, se ndryshe nuk do mbante dot pushtetin. Dhe mjeti, ose më mirë me thënë, shpata që pret koka në Shqipëri, në emër të drejtësisë, është drejtësia shqiptare, janë gjyqtarët dhe prokurorët. Ata e kanë katandisur Shqipërinë këtu. Ata nuk i kthejnë pronat. Ata nuk japin të drejtën. Ata mbulojnë krimet. Kam 3 raste që janë mbuluar krime. I bëj thirrje spakut këtej nga ju. Të më thërresin në zyrë, të jap prova të pakontestueshme që janë vrarë 3 veta deri tani janë konsideruar si aksidente automobilistike. Të vërtetuar me prova dhe me fotografi, jo se dua unë. Pra, kjo është drejtësia, prandaj them që është drejtësia e vjetër me kostum të ri. Qartë. Zoti Islami ka dhe një pyetje të fundit. Po. Ne do takohemi prapë dhe do kemi mundësi ta diskutojmë, po sa i takon çështjes së Kosovës.
situatës në Kosovë, duhet kuptoj, a shef një paralele midis asaj që ndodh në Shqipëri dhe asaj që ndodh, po them, në Kosovë, sa i takon zhvillimeve politike, duke marrë parasysh gjeopolitikën amerikane në rajon. Si e shef situatë? Në qoftë se Kosova dhe kosovarë dhe politika kosovare. Se pari, a mendon që duhet bashkohet Shqipëria me Kosovën në një të ardhme, nuk e di, si një projekt kombëtar, pastaj? Ajo është një nga ëndrat e mia që në vegjëli e ushqyer nga prindrit e mi, nga babai më saktë, nëna një fshatare që ambis. Dhe unë besoj që ajo do bëhet bashkimi me Kosovën. A e duan këtë gjë ndërkombëtarët? Amerikanët, se ata e kanë fuqinë e vetos edhe të Amerikanët e duan dhe punojnë dhe do ta bëjnë. Evropianët janë anti-shqiptarë, janë armiqt tanë shekullor dhe kush beson te Evropa është armik i kombit shqiptar. Ta dini, po a them unë, cili do që thot Bashkimi Evropian, do vemi në Evropë, do na mbështes Evropa, ta di që është antikombëtar dhe është kundër interesave kombëtare shqiptare. Pse them këtë? Unë argumentoj. Anglia, Franca, Gjermania, Rusia dhe nuk më kujtoj, edhe Austro-Hungaria, në 1913 e coptuan Shqipërinë në 5 pjesë. Tani, sot, aktualisht kemi vetëm 2 shtete që janë miq të Shqipërisë, ose 2 popull, Gjermanët dhe Austriakët, që janë një popull në fakt. Por nuk mund të pres nga Londra unë që të lëpi atë që ka pështyrë në 1913. Edhe kushdo që beson të kjo është anti-shqiptar. Të pres unë nga ai që e shqiti Shqipërinë, ishte dakord të edhe firmën që u coptua Shqipëria në 1913, edhe të pres unë që ai të njohë Shqipërinë. Jo të dashur vëllezërit e mi shqiptarë, jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Evropën e kemi pasur, e kemi dhe do ta kemi armik të përjetshëm dhe janë pikërisht ata LGBTQ të Evropës që e mbajtën në pushtet këtë klasë politike sot e 30 vjet duke mashtruar ditë për ditë. Ju kujtohen ato relacionet e OSBE-s o diri që thoshin, shiko, si vjet zgjedhjet patën ca probleme, po ishin më të mira se të kaluarat. Kjo ishte një formulë që përsëri kësaj sa herë që janë bërë zgjedhje në Shqipëri. Prandaj them që Evropën e kemi armik, nuk e kemi. Po sa i takon Kosovës në këtë pikë? Kosova duhet të heq e paraja po shoh atje në flamur në foto shoh atë flamurin e Bashkimit Evropian, ai s'ka punë në Kosovë. Kosova ka 95% popullsisë ka shqiptar dhe ka në atë flamurin me shkap në mes. Të heqin atë paçavorin që u imponoi Evropa dhe të vënë flamurin kombëtar shqiptar se nuk u ndalon dot kurkush. Janë shteti pamvarur. Dhe kanë të drejtë që të vendosin flamurin shqiptar. Albin Kurti ti thres mendjes se Albin Kurti e di mirë pse nuk e bën dot qeverinë tani. E di pas fare ai, të tërë e din. Pse nuk e bën? Është një sekret shoqëror që e dim të tërë. Po hajde. Që ta mësoj dhe unë, se unë se di. E ta them unë. Amerikanët i thonë Albin Kurtit, më falë. Ska gjë. Edhe dje, apo par dje, kur ishte profesor Pilinci këtu, i tha hiqat flamur, edhe vu flamurin kombëtar. Edhe mbrëm në darkë tek televizioni Shpresa, prapi bëri thirrje Albin Kurtit. Nuk do formosh qeveri, tha pa hequr atë flamur dhe pa vënë flamurin kombëtar shqiptar. Ky ishte sekreti shoqëror që thash unë, se të tërë dim. Ç'pun duan ai flamur me ata yjet edhe me atë ngjyrë që s'ka lidhje fare me kombin shqiptar, me historinë tonë. Prandaj Albin Kurti e di mirë, thash është sekret shoqëror që e dim të tërë, e di dhe Albini që nuk do formoj dot qeveri pa hequr atë flamur.